Partitë në mënyrë aktive kërkojnë kandidat me të cilët do të garojnë në zgjedhjet lokale. VMRO-DPMN është e bindur në fitore në qytetin e Shkupit, ndërsa sipas burimeve të atjeshme, ish kryetari Koce Trajanovski lart është renditur në anketat brenda partijake si kandidat i mundshëm, kështu që me shumë gjasa edhe ai do të kyçet në garën për kandidaturë. Përveç ministrit aktual për qeverisje lokale Zlato Perinski dhe kryetari Kisellavodës Orcej Gjorgjevski. E kontaktuam Trajanovskin, por ai shkurt na u përgjigj se tani për tani nuk do t'i komentoj çështjet brenda partijake. Sipas burimeve, deri në fund të muajit maj do të bëhen të ditur pothuajse 90% të kandidatëve të VMRO-DPMN-s, ndërsa për emrin për qytetin e Shkupit do të pritet deri në korrik apo gusht. Socialdemokratët janë ende larg nga zyrtarizimi i kandidatit për qytetin e Shkupit. Në lojë janë disa emra, përfshirë profesorin nga Fakulteti i Arkitekturës Mishko Ralev, si dhe ish drejtorin e Kopshtit Zoologjik Gjorgji Galletanovski. Megjithatë, sipas burimeve brenda LSDM-s, pritet ende vendimi final, pasi që po shqyrtohet mundësia që në kryeqytet të garojnë me kandidat mbipartijak. Pothuajse të gjithë kryetarët aktual të komunave pritet të rikandidohen, përfshirë edhe Goran Gerasimovskin. Komunën qendër, por mbetet të pritet që të vendoset kush do të jetë kandidat në Strumic dhe Doran. Në Strumic, më së shumti përkrahje nga antarësia ka marrë Kostadin Kostadinov, po ashtu kandidat për komunat Kisellavod, Aerodrom dhe Karposh ende janë në fazë të shqyrtimit. Në Gjorgje Petrov, kandidat potencial është ish drejtori ndërmarrjes rrugë dhe rrugica Konstantin Acevski, ndërsa në Butel pritet të rikandidojë ish kryetari Velimir Smilevski. Partia e kryetarit të Kumanovës Maksim Dimitrievski, Lëvizja Znam, po përgatitet në mënyrë aktive për zgjedhjet lokale. Ata kanë konfirmuar se do dalin me lista të pavarura për këshilltar. Sa i përket bashkëpunimit të mundshëm me partnerin ton më të madh në qeveri VMRO-DPMN, Bordi Qendror tashmë ka formuar ekip për negociatat që unë e udhëheqi si sekretari përgjithshëm. Bisedimet e para kanë filluar dhe po shqyrtohet modeli mbështetjes ndërsjell në pjesën e kandidatëve për kryetar komune, ndërsa për listat e këshilltarëve, qëndrimi im është se Znam duhet të garojë vetë. Ndërsa për kandidatët për kryetar komunash do të hyjnë në negociata me partitë të tjera. Ende nuk është e qartë nëse Dimitrievski do të ketë mbështetje zyrtare nga VMRO-DPMN apo do të pritet raundi i dytë. Zgjedhjet pritet të caktohen për gjysmën e parë të tetorit.